për këtë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam jo vetëm që ka qenë lider i suksesshëm, po dhe ka ndërtu lider. Shifi, do me thonë njerëzit të cilët janë eduku nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Shife Abu Bekrin, shife Omerin, shife Uthmanin, shife Aliun. A kupton? Çfarë njerëz a kupton? Shikoj një dokumentar për mënyrën se si ka hyrë Omeri radiallahu anhu në Quds. Edhe la e prifti kryesor, edhe shkon me i bo rigja, me i kërku Omeri që të mos bëj masakra. Këtë pse bo masakra, unë s'kam... Pse tha ju, a nuk e kini zakon që kur t'hini ndonjë qytet të bëni masakra, sikur se e kam pas Romak. Thot jo, ne. Bile thot, ato që janë ushtar të Romak, mundën e marrë shka, mundën e mbartë me veti edhe me darë prej qytetit, edhe janë të lirë, nuk do të ndodhë gjithë e keqe. Dhe sa i përket të tjerëve, ato janë në mbrojtjen e Islamit. Kjo është një qasje një liderit, i cili fillimisht ndërton komunikim të shëndosh, pastaj edhe ai mbetet i befasum ai, edhe ju e dini hoxhë nderuar se shumë nga krishterët i kanë braktisë vendet e tyre ku ka dominu krishterizmi dhe kanë shku për literaturë në vendet muslimanëve sepse kanë pas më tepër siguri, kanë pas më tepër drejtësi dhe gjëra të ndryshme. E vërtet, subhanallah. Kjo cekët më herët besimtarët nëse pak do të ishin. Pak do të ishim nga ajo cilën na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, njëjtën do ta vepronin edhe sot. Edhe pse sot, do të thonë vendet muslimane me plot dobësi të cilat i kanë, në shumë sende janë më të mira se sa vendet jo muslimane, të flasim drejt. Është e vërtetë ne kur flasim për shembull ka arritë një shtet i Evropës, do të thonë ka arritë teknologji ose një shtet ose Amerika ka arritë teknologji, po qenulli suksesshëm me një sferë nuk do me thonë se ti e shembull në çdo sferë tjetër. Ato në familje kanë dështu. Në familje kanë dështu. Në respekt të ndërsjell dhe lidhja farifisnore, ato kanë dështu. Mikpritje kanë dështu. Janë huajsu, janë izolu brenda jetës së tyre personale. Nuk kanë, ato s'kajnë fëmijë, s'ka gjyshi dhe nipi nuk ekzistojnë si terme praktik. Takon në spitalin apo në atë qendrën ku e kanë vendosur gjyshin edhe një herë në javë apo një herë në muaj shkojnë në vizitë. Jo, një herë në javë është sukses. Jo, është sukses. Ose për festa, unë më shumë nga këto shka e shoh, realiteti është shkojnë kur kanë festat, ose Pashkët, ose Krishtlindjet, që atëherë shkojnë edhe vizitojnë gjyshin. Po, edhe kjo është mirë. Aja, të thëmë drejtën, edhe thash disa vende muslimane, edhe pse kanë, do me thonë, kanë dështu të qenullit shembull të si duhet të jenë musliman, pjesërisht, ma pak, ma shumë, por janë shembull në shumë sende. Në siguri, në vjedhje, mos ngrënie të pasurisë njerëzve pa drejt, për shembull ti vendet solidariteti, a kupton? Ne sot i shohim do video i bëjnë virale këto disa njerëz që i shohin njerëzit që nuk kanë shtëpi në për vendet e perëndimit edhe shkojnë ju blejnë ushqime dhe u shpërndajnë. Edhe në shumë prej këtyre videove ata që më së shumti janë kështu solidarën restorante muslimanëve. Po jo më shife ti kena. Shifni, solidarizimi në esencë te kush më shumë? Te muslimanët. Shifi persona të cilët më thonë merren me atë këndin humanitar, vullnetar, nuk pa thonë si çështje biznesi, ase kanë buxhetin e shtetit, ase kanë ndihmën e shtetit, megjithatë bëjnë punë gjigante. Kjo është puna. Kjo është pasimi shëmbulltirës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam.